Përshëndetje miq. Kjo video është për të gjithë ju që së fundmi nuk ndjeni dhe aq të tokëzuar, por jeni më shumë në kokën tuaj dhe ju duket sikur shpërshëndroheni nga gjërat nga më të vogla dhe jeni gjithkohës duke bërë scroll apo thjesht shikoni artikuj të ndryshëm apo thjesht nuk jeni të fokusuar në një gjë. Kjo është energjia që po ndiej, por dëshironi të bëni 10 gjëra njerësh ose nisni të bëni diçka dhe e lini pa përfunduar sepse diçka tjetër po ja tërhiq vëmendjen. Të gjitha këto janë shenja që keni nevojë të tokëzoheni. Koha në natyrë është ilaç dhe është dorë me një ajo që ju ndihmon shumë për këtë. Por gjithashtu, synimi i kësaj videoje është që t'ju lehtësoj pakës punën dhe t'ju ndihmoj të jeni më të fokusuar, më të qëndërzuar, më në paqe, më në relaks, më të tokëzuar dhe thjesht, si të thuash, t'i bëni gjërat njëra pas tjetrës, t'jeni më të lumtur, të mos keni një mendime në mendjen tuaj. Ajo që ju duhet të bëni është thjesht t'jeni të hapur, thjesht doni ta pranoni këtë dhuratë. Çlironi frikën, çlironi mendimet e shumta, thjesht merrni frymë thellë. Thjesht të paktën për këto minuta dhe sekonda, mundohuni që të fokusoheni këtu dhe tani. Ndoshta ju mund të ndjeni një ndryshim në energjinë tuaj. Menjëherë, ndoshta më vonë, ju sugjeroj të pini ujë sa më shumë. Dhe të doja shumë vërtet që ta shikoni veten tuaj. Si ndiheshit përpara se të shikoni këtë video dhe si do të ndiheni më pas. Do doja të njihesha me eksperiencën tuaj dhe thjesht ta bëni këtë si një mënyrë reflektimi për veten. Çfarë ndryshimi mund të ndjeni? Sigurisht që nëse ju pëlqen të punoni me kristalet, ametisti është dorë me një kristal që unë sugjeroj shumë për të ndihmuar në lidhje me overthinking apo të mbimenduarit. Gjithashtu për të mbrojtur energjetikisht, sepse ndonjëherë këto shpërqendrime mund të jenë projeksione apo thjesht duke qenë se ju ndjeni shumë energjitë kolektive apo thjesht nga mingarkesa e ditës. Dhe gjithashtu janë kristalet tokëzimi, pra që ndihmojnë me tokëzimin, është turmalina e zezë edhe obsidiani i zi, që unë i sugjeroj vërtet shumë. Sigurisht që ka shumë të tjera, dëgjoni intuitën tuaj, nëse ju pëlqen të punoni me kristalet, ritualet që mund t'ju ndihmojnë të tokëzoheni mund të jenë nga më të ndryshmet, por më kryesori që unë sugjeroj është koha në natyrë. Dhe vërtet shumë do doja të njihesha me eksperiencën tuaj. Është një video e shkurtër, kështu ndjeva udhëzuar që ta bëj, sepse thjesht ishte synimi i pastër, duke ofruar një çelës, i cili do të aktivizojë diçka tek ju, për këto që beson, për këto që është i hapur. Dhe kjo më pas do të vazhdoj për secilin në mënyra nga më të ndryshme, unë ndjej që energjia është ende duke u kanalizuar dhe po shkon atje ku duhet, por për të gjithë ata që janë të hapur dhe për gjithë ata që beson, është vetëm për më të mirën e të gjithëve. Dhe ofron benefitet e saj vetëm për ata të cilët vërtet janë të hapur ndaj saj. E kam thënë gjithnjë që është si një thirrje telefonike që në momentin që ju nuk përgjigjeni, do të thotë që komunikimi nuk funksionon. Por për gjithë ata që përgjigjen, për te i kohës e hapësirës, marrin gjithçka ju nevojitet në atë moment specifik të jetës së tyre. Kështu që nëse kjo video ju ka gjetur dhe nëse jeni deri në këtë pikë të videos, do thotë që keni patur nevojë të tokëzoheni dhe të gjithë ne kemi. Personalisht unë e kam dorë me një çdo ditë më duhet të tokëzohem, sepse edhe vetë
puna që me të cilën merrem, edhe vetë energjitë kolektive që unë ndjej, edhe vetë fakti që shpeshherë ndodhem gjithnjë në kokën time, pra jam më tepër në aktive në çakrat e sipërme, më duhet patjetër që të gëzohem. Por ka disa individë të cilët janë natyralisht të gëzuar dhe vërtet është diçka shumë e bukur. Si të qoftë, në situata ndryshme të jetës kjo ndryshon. Por pa u zgjatur, kjo ishte ajo që unë do të ndaja me ju dhe unë ndjeva udhëzuar. Uroj një javë, një muaj, ditë apo pas dite të mbarë për ju, sa më shumë bekime dhe sa më shumë energji pozitive drejt jush. Shumë faleminderit, shihemi në videon tjetër, mirupafshim.